Një debat i rënd mes Mateos dhe Rogertit ka tensionuar të gjithë shtëpinë e Big Brother VIP-ut Benja 5, por jo vetëm. I gjithë publiku që e ndjek këtë format janë përpara ekranit për të parë se çfarë po ndodhet të brenda. Për ata që nuk e dinë, ka ndodhur një debat shumë i tensionuar dhe i agravuar midis Mateos dhe Rogertit dhe ka qenë një shprehje e Rogertit që e ka bërë Mateon të dalë nga vetja. Rogerti i ka thënë atij, ja po të pyes me sa meshkuj fle njëkohësisht motra jote, dhe kjo gjë e ka acaruar aq shumë Mateon sa është bërë gati të përplaset fizikisht me Rogertin, por kanë qenë banorët e tjerë të cilët e kanë larguar. Atëherë, pasi është shqetësuar, Mateo ka kërkuar që produksioni të marrë menjëherë një vendim, ose përndryshe ai do të largohet nga shtëpia. Sipas fjalëve të Mateos, një njeri si Rogerti nuk e meriton të qëndrojë në këtë shtëpi, dhe në qoftë se Rogerti nuk del, do të jetë Mateo ai që do largohet me dëshirën e tij. Edhe pse Mateo i ka thënë këto gjëra, Rogerti nuk i intereson fare kjo gjë. Megjithatë, ai ka përsëritur të njëjtën situatë, duke thënë që Mateo nuk është për këtë lojë dhe unë do të dal. Kjo gjë është bërë paksa e bezdisur për publikun, pasi Rogerti ka shprehur disa herë që do dal nga shtëpia dhe është brenda aty. Kjo situatë ka çrënjësuar edhe një herë të gjithë lojën e kësaj shtëpie dhe të gjithë njerëzit që shikojnë nga televizori po pyesin veten, por edhe produksionin se deri në çfarë pike mund të arrijnë këta banor për të fituar pak famë apo atë çmim të madh, duke shnjërzuar komplet veten e tyre dhe më pas familjet e banorëve brenda në shtëpi. Nuk dihet se si kjo situatë do të shkojë, apo çfarë vendimi do të marrë vëllai i madh, por një gjë dihet, tashmë loja ka nisur dhe është bërë shumë e fortë. Megjithatë, banorët kanë harruar vlerat morale apo rregullat e pashkruara për të mbrojtur njëri tjetrin. Po juve çfarë mendimi keni për këtë situatë? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit.